Mirë mëngjes dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot videoja do filloj shumë herët, ora është 5:30, sepse kam për të shkuar për të bërë kontrollet tek doktori i familjes, mjeku i familjes, për sa i përket pjesës së hekurit në gjak, duke qenë se humba shumë gjak në operacion. Duhet të shkojmë dhe ta kontrollojmë, sepse shpresoj që të jetë në vlerat e duhura, që mos të marrë më tableta hekuri, pasi tabletat e hekurit ndikojnë tek qumshti edhe tek sistemi i tretjes, pra tek baby, tek jashqitjet, edhe bëjnë të vështirë për atë dhe japin dhimbje barku, pasi hekuri kalon direkt në gjak edhe dihet që funksioni i, efektet anësore të marrjes së tabletave të hekurit janë pastaj pjesa e vështirësive në të dalë jashtë, gjë që i kalon dhe bebit. E nëse nuk do jenë vlerat në rregull akoma, atëherë do të ndaloj tabletat dhe do e marr me infuzion, që për shembull e marr një herë edhe mbaron. Jo mbaron, domethënë merr një herë, pastaj pas ca muajsh nuk marr tableta çdo ditë. Kështu që djalin sot do ta ngre pak më shpejt. Ai flet zakonisht deri në orën 9, mirë po unë do ta ngre herët. Sepse në orën 7 deri në orën 10 mund të bëj këto analizat, po sa më herë të shkoj atje, aq më shpejt se radhën dhe aq më pak pres. Do t'i jap djalit për të pirë, po do përpiqem edhe të pompoj një racion që t'ja lë mamit në makinë me djalin ose në karrocë. Po, ky është plani. Tani po laj syt, po bëjmë gati, po vishem, t'i bëj bukën Stefanit, edhe ai tani për pak ikën në punë. Edhe kur të vim, do ham mëngjes besoj me mamin, ose do ham ndonjë gjë rrugës, se nuk kemi kohë. Të ham që tani mbasi do pi vetëm një çaj, një kafe për mamin, edhe kaq. Ora është 6:20, sapo bëra gati, kapa flokët. Për 5 minuta pompova pak qumësh që t'i jap mamin një biberon me vete, kur unë të futem të bëj analizat, që ajo të ketë mundësi nëse baby qanë t'i japi diçka, po vetëm 5 minuta që kur të zgjohet baby tani mos t'i marr nga racioni i tij. Edhe po e hedh në biberon. Djalin e ushqiva, kështu që tani jam gati për të dalë. Do vesh këtë kostumin këtu me triko edhe me fund, bashkë me një xhaketë të zezë, të thjeshtë. Dhe një palçizme po ashtu të thjeshta. Po i vesh, po jam tregoj dhe do nisemi shpejt, ora është 7:05, unë duhet të jem te doktoresha nga 7 deri në 10, po sa më herët të shkoj aq më shpejt më vjen radha, se s'ka radhë. Mirë po djali donte 40 minuta për të pirë, kështu që unë nuk do ta hiqja kurse si nga gjiri që të shkoja më shpejt atje, edhe t'i prisja procesin e të ngrënit. Kështu që më mirë të presim ca atje. Kam pompuar një biberon plot, tani ai që tani deri për 2 orë ose domethënë 3 orë, 2 orë është e sigurt, 3 orë mund të presi dhe mund të flej. Nëse vonojmë dhe më shumë, kemi dhe biberonin që do ja lë mamit, nuk e kam ngrit, kam lënë në temperaturë ambienti dhe temperatura ambienti mund të rrojë qumshti i gjirit deri në 6 orë. Kështu që jemi okay brenda limitit. Jam gati. Kam veshur këtë kostumin siç thash, xhaketën edhe çizmat. Edhe ikim shpejt. Jam dhe ngrohtë edhe rehat me këtë kostumin. Vendosim djalin në karrocë, do t'i veshim një xhaketë. Tani para se të dalë. Sepse do ta marr vetëm nëse Xholino, jo në atë karrocën e madhe, dhe nëse Xholino nuk është se ka ndonjë veshje të trash. Kurse te karroca që rishtrir ka atë xhupin që paketon brenda, te se Xholino do i vesh çeken dhe do i hedhë batanien sipër. Shkojmë se më
shumë bon, po s'kam që të bëj, hajde me punoj. Sa po e lidhem djalin, tani nisemi, ora është 8, shikoni sa erë që është. Po arrita te doktoresha ime dhe jam e treta në radhë, kështu që nuk jam shumë bon për javë treta. Shumë gabim që nuk vura një maskë. Imagjino të marrë ndonjë virus këtu edhe kam djalin akoma shumë të vogël. Arrova. Duhet bëj kujdes të rrinë qik më larg njerëzve. Nuk do afrohem, do pres jashtë sa të me vi radha, nuk do pres në salla kur rrinë të gjithë. Dhe nesër kemi përshkuar pasaj te doktori djalit, t'i bëjmë atë vaksinën e RSV virus, RFS, si quhet, ai virusi që është për që prek mushkërit edhe rrugët e frymëmarrjes të bebët shumë keq. Kështu që po bëj kujdes sot. Makinën e kam lënë ndezur dhe mami dhe djali janë në makinë me biberonin, shpresoj mos të qaj. Do regjistrojmë dhe do shikoj sa minuta mund të më duan. Sa po regjistrova, jam e para, mirë po laboratori duhet të bëhet gati, sepse akoma nuk ishte për gati dhe unë po pres në makinë, ndërkohë që i them këtu doktorin dhe po pres këtu dhe po shikoj, po pres që dalit më thrasi. Djali po rri mirë, nuk po qan, kështu që jemi okej. Oh, djali po qante, nëna e mori. Oh, zemra ime. Akoma nuk më kanë thirrur mua. Do shkoj një herë të pyes. Jam në laborator edhe po pres që të më marrin gjak. Gjysmë ora kam që pres dhe tani është radha ime. Nuk do bëj vetëm hekurin, por një komplet gjak, edhe nesër do marrë përgjigjet. Mbaruam punën tek doktori, si që thash, morën gjak, dhe nesër do dalin përgjigjet, ishte vlera e hekurit, vlera komplet gjakut, jo vlera, një pasqyrë e komplet gjak i plot, domethënë. Dhe nesër do marrin vesh. Nëse kam akoma vlera të ulta, vendos doktoresha ose bën me intravenoz, pra me që vi një herë dhe marr një dozë direkt në gjak, ose do marr prap vazhdimisht hapje derisa të më shkojë vlera normale. Tani po shkojmë në shtëpi, e para se të shkojmë në shtëpi është këtu një furrë buke prizreni e do marr një byrek për vete, një byrek për mami, ma me qaj dhe me gjith apo me spinaq? Me gjith. Edhe kosin kemi në shtëpi që ta bëjmë dhallë. Ta qëndrojmë aty para. Kosin e kemi në shtëpi që ta bëjmë dhallë. Edhe do ham tamam shqiptarshe sot mëngjezin. Po çka se nuk hahet që në mëngjes byrek, po hajt më. Në vend, nga një molte edhe. Nga një molte e ta ham këtu si para drek. I ka dhe erdha, mamja? Po, tash jemi okej. Jemi okej, flet qoni. Që ti bëjmë kurs flet, pa?
Kjo fura bukës këtu na knaqi. Kur isha shtatzën më hasha aq shumë byrek, po nga që nuk kam ngrënë fare asnjë lloj brumri. Tani derisa të filloj palestrën apo aktivitetin që është 6 javë pas lindjes, dhe po e marr vetëm me të mira që mos kem dhe probleme që nuk ha shumë edhe me qumshtin. Thjesht po e marr vetëm me të mira çfarë më do xhani po ha për momentin, dhe kur të bëhen 6 javë që do filloj të shkoj në palestër, do filloj prapë të kujdesem që jo të ha pak, po të bëj dietë të shëndetshme, domethënë të ha gjëra vërtet vetëm të shëndetshme dhe jo shumë brumra apo sheqerna. Mirë, po deri atëherë le t'i japim kohë vetes të shërohemi dhe ta marrim vetëm me të mira. Pastaj dhe bukë me qofte. Shqyr ju kemi gjetur. Na hiqni mallin. Për herë para, po? Jo, e dyta. Era e dytë. Jemi në rregull. Faleminderit. Jemi në shpaka unë. Jemi në shkapa. Jo, s'ka problem. Faleminderit. Roshe. Ciao. Mora dhe një dhurat, një molto. Unë i lash 1 euro më shumë, bëri 9 euro dhe më thash na 10 euro, jemi në rregull. Dha një molto. Sa cute. Okej, tani shkojmë në shtëpi, vazhdojmë rutinën dhe nga dreka do shkojmë të blejmë disa gjëra që na duhen edhe për të gatuar, po edhe kam për të lyer flokët mamit. Dhe ju tregoj pastaj se më kanë ardhur edhe 1-2 pako, 1-2 gjëra, edhe kam porositur edhe një album që kemi bërë para një viti udhëtimi në Hungari dhe në Slovaki. Dhe ja tregoj albumin sa bukur më ka ardhur, t'ju jap dhe një ide ku t'i bëni ju albumet tuaja për shembull të udhëtimeve. Ja dhe mëngjesi jon alla shqiptarshe. Ku ka mëngjes më të mirë se byrek? Vazhdo nuk të marr ty. Ku ka më mirë se byrek me kos. Po e bëjmë kos sot, nuk po e bëjmë zell. Sot vazhdojmë videon që luam gjysmë nesër. Mora. Nisemi për tek doktori i familjes. Është takimi i parë i Kianit te doktori. Do bëjmë vaksinën sot. Edhe jam një qik, kam pak frikë. Mami e ka marrë djalin në Ankara. Kishim takimin orën 8, po Kiani e ka shumë të vështirë të zgjohet në mëngjes se flet shumë gjatë. Dhe unë thash, okej, le të vonohemi pak, djali le të pi. Te e bardha. Jo, nuk kam shumë. Tale djalin le të pi rahat. Mos asgjoj sa i prishet tër dita. Dhe jemi 15 minuta vonë. Po shpresojmë që do jetë okej. Dizem që ngrohë se për shumin. Do ndez. Buloj ati doçkat. Do të vej tani hartën që të shkoj, sepse s'kam qenë asnjëherë herë ato. Nuk e di ku e kam gjërën. Inhalas. Atëherë, mami është një i ka ikur mendja, sepse takimi ishte dje. Po truri im nuk funksionon si duhet. Domethënë vajtëm sot kot fare. Dhe takimi është për nesër. Në natë shqiptare. Imagjino ta shikojmë fëmijën pa çorabe, i zë kriza. Dhe çorabe leshëm që Nësi bash do t'i Bëj atë, mbuloj atë. Çuni kaftot.
Bëj çorapa të ngrohta Felisi. E mi gruaja të kaq. Edhe po ju thoja që takimi është nesër. Ne me që jemi këtu dhe kishim për të ardhur për të pirë kafen. Po shkojmë këtu te furra e bukës. Do futemi brenda që çuni të jetë ngrohtë. Edhe kemi dhe biberonin me vete, po që se do të pi edhe pak. Unë i dash në shtëpi për të pirë, po kam edhe 2 biberona me vete. Tërkohës. Kështu që le të shkojmë të pim një kafe. Nga që është dimër tani edhe do mbyllet kjo pjesa jashtë. Është vetëm brenda pastaj. Furra e preferuar e bukës e mamit tënd që ka ardhur çdo ditë kur ka qenë shtatzën. Ky është mëngjesi jon, kemi marrë bukë me djathë. Ops, edhe ky është mëngjesi Kianit. Pa çka se ka pirë një herë. Mbaruam tek furra e bukës dhe ishte shumë cute sepse harruam edhe çuçi edhe biberonin mbi tavolinë. Edhe ato gratë po na thoshin që ke harruar biberonin dhe çuçin. Edhe unë kështu duhet të praktikoj akoma. Edhe qesh me të madhe që gjasme është fëmija i parë. Hajde mami se presin ata. Me gjasme që është fëmija i parë dhe duhet akoma të praktikoj. Mos e vrit mendje tha, me të dytin do bëhet më e thjeshtë. Thashën, deri te i dyti duhet të mbjetoj me të parin. Edhe qeshëm gjitha aty në... Jemi si familje të kjo furrë bukës e gjithmonë vinë të njëjtin njerëz. Edhe unë po ashtu shkoj shumë shpesh edhe shikohemi fytyra shumë shpesh. Këtu është nëna. Këtu nëna. Tani do shkojmë, do blem disa gjëra që na duhen tek DM, pra tek dyqan drogerie dhe tek Kik. Do shikoj disa varse për rrobat se më duhen, kam bler gjëra të reja. Dhe do shikojmë dhe ndonjë gjë për mamin, për të bler ndonjë gjë. Do shikojmë dhe tek DM një boj për flokët për mamin se i kanë dalë shumë thinjat edhe t'ja lyej unë me që kemi ka. Djali është shumë mirë. Piu edhe biberonkën që kishim tek furra e bukës. Edhe kur shkojmë në shtëpi, do të thënë do dalim edhe një xhiro, e kur të shkojmë në shtëpi, besoj do ja fusi edhe një herë gjumit ai dhe unë do t'ju tregoj edhe një dhuratë, një pako që na kishte sjell motra e Stefanit. Shumë emocionale, shumë e bukur. Kam qartë dje kur e kemi hapur. E do ja tregoj kur të shkojmë në shtëpi. Normalisht nëse do me lej i vogli, por nuk do ta marr mësysh toj. Na lë të flemtër natën, madje edhe e zgjoj për t'i japur për të pirë një herë në natë, edhe pastaj flem o Zoti i Madh. Edhe një mashallah. Se mos më ndryshoj. Vetëm një ditë, një natë që ka qenë me të bërtitura që kemi përfunduar në spital se i dhim të barku dhe nga atje kemi gjetur karar për Zotin me atë lefak, se ja u kam treguar për gazrat e barkut edhe me ato supostot e vogla që nuk i kemi përdorur më, por që kur e shikojmë që pinë shumë edhe nuk del dot jashtë, na kanë shpëtuar jetën për Zotin. Edhe kam edhe një gjë që e lidh djalin, kur flen do t'ja u tregoj. Edhe thonë që në momentin që e lidh, pra që ja shtrëngon duar dhe këmbët, edhe ai ka atë ndjesin sepse beba nuk e din, për shembull nuk e kuptojnë dot hapësirën kur i kanë këmbët dhe duar shumë të lira, sepse dhe barku i mamit ishin të mbledhur, përqafuar. Edhe kur i lidh me këtë është si veshja ajo me gjitsa, ndihen më të sigurt. I ve edhe muzikë në YouTube, muzikë nga barku i nënës që është kështu një raje zemre dhe është kështu si
që simbolizon gjakun që lëviz në vena, edhe rajën e zemrës, Kiani fle. Gjithsesi, shkojmë tani tek dyqanet që duam të shikojmë. Ndalesa tjetër këtu. Dhe do shikojmë disa varse, do shikojmë dhe një gjë për mamin, pse ja shikojmë dhe një gjë për Kianin. Dhe mua më duhen disa se tjena shtatzanie. Edhe disa bokse, sepse nuk mbaj akoma dot shu nuk mbaj akoma dot të brëndshme. Ose edhe këto që në kanë të mire. Shumë të mire. Unë po kolloviz birin. Mami po provon ja 2 gjëra që gjetën. Edhe inshallah po i bëjnë, sepse nuk kam marrë gjuk me vete për këtu. Edhe është ftohtë, edhe për shembull sot që duam të dalim për të bëjmë ecjen e ditës, nuk dua që ta klevitos. Kështu që ishte një xhup që ishte më ofertë shumë të mirë për 15 euro. Erdha. Shumë mirë. Perfekt. O, sa bukur. Shusht. Fakt nuk po më falë me këto, unë do visha më trash. Jo, ai është ngrohtë, edhe është shumë i thjeshtë, edhe ngjan dhe klasik. Dhe që nga i holli mirë. Po. Nuk të rëndon. Mua mirë më të ta marrë një numër më të madh sa për ta provuar. 46 është ai? 46. Dale, hiqe njerë të shikoj. Më duket, hiqe të shikoj numrin. Sa po erdhëm tek djeni, edhe morëm boje, flokëve. Tani do marrim edhe një bebelinë për djalin. Kështu po e marr këtë. Nuk e di na duhet gjë tjetër, por ndoshta mbaruam edhe shopping, i blevëm gjitha ushqimet, blevëm gjitha gjërat që na duheshin. Tani po ngjitemi avash në shtëpi. Misioni i parë është të ushqejmë djalin, se na ndeni deri tani mashallah 3 orë gjumë. Tani ushqejmë djalin dhe shikojmë, unë do doja të bëja edhe disa ëmbëlsira për Stefanin. Nëse djali pak më vonë do flej prap gjumë, kam kohë që t'i bëj të tëra gjërat. Sa po arritëm në shtëpi, mami është shumë cute me Kianin, i kam lidhur shallin e kangurit, edhe po shijon momentin që djali po i fle këto me gjoks. Hajde këtu, Luk. Nuk të ka pra mami fare, so që kësa i po kuqes. Luk. Zemra ime mackat janë shumë të mira dhe shumë të dashura me birin. Po ju thoja që mami po shijon faktin që Kiani po fle në gjoksin e saj, ndërkohë që unë kam kohë, kam duar të lira, t'ju tregoj se çfarë blevëm. Patjetër bleva modelina, po këto tani që janë për fëmijë nga 3 deri në 6, Kiani është 4,5 tani, janë 42 copë dhe sikur zgjasin më shumë se të tjera, ishin 4 euro e pakë, nuk e mbaj mend, po zgjasin goxha, kështu që me një pakun ne kemi tani gati 2 ditë ose 3 ditë. Kështu që po mora si ngjera ime, sepse nuk isha, më përdor Stefani për të fshirë në një gjë dhe Stefani pas përdorimit i hedh. Nuk e kuptoj si i hedh direkt, se okej, kur është përdorur parë dhe mbas është e pisët apo është holluar, e hedh. Pak në kështu e bëjmë ne shqiptarët, se jemi një koqir, i përdorim deri në pikë të fundit. Stefani një hershi, i hedh. Kështu që bleva të tjera. Për djalin bleva të këto pacat e thatë, se këto na harxojnë shumë kollaj dhe janë shumë të mira. Unë nuk përdor për shumë natën kur e zgjoj, apo kur e shikoj që është trupi shumë i ngrohtë, nuk dua që ta fshi me letra të lagura se janë të ftohta dhe i ngrohtë, domethënë i lag këto më të ngrohtë, edhe ja fshi mbyqen me këto pacat që janë kaq të butë.
Por dhe sinqera mora dhe tel, sepse nuk më lanë ndonjëherë tenxherët, tiganët. Kam filluar me ngjisin dhe më vjen shumë inat se i kam bler shumë shtrenjtë fiks për atë mos ngjitjen, po nga qenë se unë kam përdorur metalin kur kam trazuar dhe mbase e kam prishur atë mbrojtësin që nuk ngjit faji im. Një boj për flokës, do ta lër mamit. Mora këtë një gjën këtu për t'i bërë Stefanit me vete disa cupcakes, duke qenë se ai te puna nuk ka tuar asnjë gjë që lindi djali edhe do t'i pjek ndonjë kek ose disa cupcakes. Çfarë do të jetë? Mora një larës për duar se në banjë kam një, por këtu në kuzhinë nuk e kisha. Pastaj kam marrë qese, shumë qese, sepse nuk kisha qese për koshin, për koshin e tualetit, se koshi i tualetit ka qeset akoma edhe më të vogla, unë kisha vetëm qeset të mëdhaja, ku i kam të tjera. Pastaj kam marrë këtë qiriri me aromë, sepse kemi filluar që lart në korridor vendosim një qiri me aromë edhe jep të shtëpisë një aromë dhe një ngrohtësi ndryshe, kështu që na pëlqen tani në dimër. Mora shumë gjëra të tjera, mora 2 gjëra, mora 2 larës likuid tek dyqani, sepse ishin në ofertë vetëm 2 euro, mora një për rrobat e bardha dhe një për rrobat me ngjyra. Pastaj mora këto getat, ishin 4 euro, po më duk masteri shumë i bukur. Ta vesh me ndonjë fund edhe me taka, edhe të dalë me burin kur do dalim ndonjëherë natën. Tani dalje do jenë treshe, do jenë me birin e vogël. Pastaj mora shumë të brendshme. Ja ku që kanë qeset. Shikoni, një e vogël fare për koshin e tualetit, edhe një tjetër po ashtu e vogël për koshin e kuzhinës. Disa palë recipeta që janë të buta dhe që janë shumë elastike, që të mund t'i përdor për t'i dhënë Kianit. E di që unë kam edhe recipetat e gjithëdhënies. Shikoni. Mirë, po këto janë nga 15 euro secila dhe nuk janë aq të bukura dhe unë mora një palë këto. Që kanë 6 euro. Gjithsesi, më duheshin. Edhe këto këtu, 7 euro, po shikoni sa të mira që janë. Mund t'i veshësh për shembull edhe për në palestër nga poshtë që mos lëvizë gjë, po unë i dua thjesht për Kianin. Dhe pastaj duke qenë se akoma nuk mbaj dot të mbathura normale, më duhet që të merja disa bokse dhe disa që janë vërtet elastike dhe të pambukta, sepse plaga do shumë kohë që të hapet, të mbyllet, mirë po nuk dua të mbaj dhe më nga ato rjetat që janë në për spitale, sepse më duket beti akoma e sëmur, kështu që mora këto. Shumë të bukura. Dhe i mora dhe motrës, motra ime vdes për vathë rrethore, kështu që i mora këto. Tërë këto palë. Ashtu dhe. Pastaj mora dhe disa ushqime. Mora kastravet, mora shpepa, mora këtë për të bërë një supë. Mora miell që të bëj ëmbëlsirat për Shtefan. Mora një brokoli që të gatuaj sot. Domate, se në shtëpinë tonë nuk bëhet domate, absolutisht. Mora krem pana, ishin me ofertë 3 copë. Mora një gjiz me spec që për mua është një masë. Këtë këtu, salcën për mishin e pullës. Është shumë e thjeshtë në përdorim dhe e bën salcën në çdo lloj mishi shumë të mirë. Kam marrë këtë çokoladën e bardhë dhe të çokoladat e tjera që të mund... Unë pas kam çokoladë e bardhua, sa të që
të mund të bëj ëmbëlsirat prapë për Stefani. Kemi mascarpone, që nga hapur, edhe ky është një mast për ëmbëlsirat që dua. Mbasi do ja u tregoj edhe këtë kremin qumshtin, po ashtu pana për ëmbëlsira që bëhet kështu si krem. Kaq. Po e sistemoj këto, e bërëm gati sepse kam disa bashkëpunime për të filmuar dhe me qenë se Kiani po flet tek mami, po e le aty. Edhe pastaj do ju tregoj se më kanë ardhur edhe 2 pako, më ka ardhur një pako nga Konata, që më kishte futur brenda një letër shumë të bukur, dhe më ka ardhur edhe një album fotografik, libër që kisha porositur. E po ja tregoj të gjitha edhe juve, po në fillim do bëj flokët, do bëj pak make-up dhe do bëjmë gati për të xhiruar 2 bashkëpunimet. Unë u bëra gati edhe për të përfunduar videon doja t'ju tregoja 2 gjërat që ju premtova, pakon që më ka nisur Konata dhe këtë aplikacionin Journey quhet, do ta vendos këtu screenshot edhe se si duket, ku unë porosis të gjitha albumet libra. Në çdo udhëtim që jemi me Stefanin kemi vendosur që të bëjmë nga një libër, sepse në ditët e sotme nga telefoni humbiten të gjitha gjërat. Injorojeni kuzhinën, janë akoma blerjet që nuk janë sistemuar të gjitha, përqendroni tek unë. Edhe me Stefanin kemi vendosur që gjithmonë në çdo udhëtim që shkojmë të printojmë diçka, të kemi një kujtim dhe të bëjmë libra ton, albume për çdo vend që kemi qenë. Nëse ka qenë vetëm një fundjavë, nëse ka qenë muaj mjaltit, nëse gjitha këto, domethënë, dhe kishim vitin e kaluar kishim qenë në Hungari dhe në Slovaki me miq të tanë dhe nuk isha bër, nuk e di pse, për të bërë albumin kisha harruar. Kështu që e bëra më në fund, kam për të bërë dhe albumin e muajit të mjaltit të Abu Dhabit, sepse aplikacionin e kam zbuluar më vonë. Kështu që kam për të bërë të Abu Dhabit dhe kam për të bërë edhe të pushimeve të Greqisë. Edhe tek aplikacioni ngarkoni fotot dhe mund të shkruani edhe gjëra të ndryshme, mund të zgjedhni lokacionin, si pin ta vendosni, mund të shkruani një dedikim, edhe mund ta bëni librin ose me forma të ndryshme, me karton, mund ta bëni me kapak me lustër ose edhe me flet mat, si të doni ju. Edhe këtu është libri jonë. Hungari dhe Budapest dhe Slovaki 2024. Shikoni sa bukur, ja. Siç po ju thosha, këtu mund të shkruani diçka dhe unë kam për create memory together. Every moment is an opportunity to create a handcrafted memory to be replayed for years to come. Këtu janë stempel e Hungarisë dhe Slovakisë. Këtu janë të gjitha lokacionet ku kemi qenë. Dhe këtu pastaj kam vendosur datën, kam vendosur lokacionin e hotelit, këtu kam vendosur për shembull shokët tanë që takuan në Budapest. Edhe diçka. Këtu kam vendosur prapë hartën ku kemi qenë, fotot. Këtu kam vendosur shumë datën, jemi nisur për në Bratislava, për në Slovaki. Këtu ku kemi qenë dhe çfarë kemi bërë, këtu ishte një muze dritës. Pra, përfundimi është që sot kujtime duhet t'i ruajmë në libra ose të printuara, sepse teknologjia na ka përpjer të gjallë, edhe nëse na prishën telefona, nuk e di do t'i humbasim të gjitha kujtime një nga një. Unë do bëj edhe një libër me photoshoot-un e parë të Kianit dhe do t'ja u tregoj edhe juve në momentin që të vendosim t'i tregojmë fytyrën Kianit, do t'ja tregojmë shumë shpejt, por duam që në fillim ta marrim një çik veten, ta shijojmë vetëm edhe pak për ne dhe pastaj do t'ja u tregojmë të gjithëve se jemi aq krenar sa duam ta ndajmë tërë botën. Okej, dhe kjo është paketa që Konata, motra e Stefanit, na ka dërguar. Kishte shumë gjëra të bukura brenda, po pjesa më e bukur ishte një kartolinë që ja ka shkruar Kianit, dhe ne do t'ja ruajmë Kianit dhe kur të mësoj të lexoj do t'ja japim si një kujtim nga halla e vet. Atëherë, këtu është një libër që t'ja lexojmë Kianit.
para se të flej gjumë, një libër shumë i thjesht dhe me ngjyra të forta që Kiani mbasi ta tregoj edhe vetë, me vizatime shumë të bukura për baby. Kjo këtu ishte shumë cute. Këtë e ka parë Nipi Shtefani që është 5 vjeç dhe ai e di që ne kemi mace dhe e di që Shtefani pëlqen Star Wars. Edhe këtu e ka shkruar jema e vet. Kjo karta i pëlqeu e zbuloi Jonari dhe donte që të na dhuronte neve. Pra ka menduar për Nergjin dhe Shtefanin. Edhe kjo këtu është letra e Kian. Dje qava, nuk e di ta lexoj prapë të qaj prapë. Apo nuk e di. Do ta lexoj dhe do ta lexoj direkt në shqip. Mirë se erdhe në këtë botë i vogli Kian. Sa bukur që je këtu. Je akoma shumë i vogël, por ke që tani një vend të madh dhe shumë të veçantë në zemrën tonë. Si tezi hallua jote, doja që të falja diçka që të shoqëroj që nga fillimi. Edhe zhurata që do t'ja u tregoj më pas. Një batanie përqafuese, e cila është bërë me dorë vetëm për ty. Për ty vetëm. Shpresoj që kjo batania të ngroj, të ngushëlloj dhe të japi ndjesinë e të qenurit i përqafuar dhe jo vetëm. Ashtu siç familja jote gjithmonë do bëj me ty. Unë mezi po pres që të njoh, do të shikoj teksa rritesh, ku e lash se më mori burri në telefon. Pra, dua që të jetojmë me ty të gjitha momentet e veçanta, ti je tani pjesë e diçkaje shumë të mrekullueshme. Jana Sebastian Mitjona unë Benet. Pra Jana, burri saj Sebastian, Jonar dhe Benet janë kushërinjtë e djalit. Atëherë kjo është batania e cila është bërë vetëm për Kianin, si me arushka dhe ngjyrat janë fantastike, më pëlqejnë shumë. Shikoni. Edhe këtë do t'ja përdorim djalit kur të dalim. Shumë e bukur, edhe është e bërë vetë me dorë, pra nuk ka një të dytë si kjo. Është vetëm me djalit tonë. Atëherë, këtu lexon për nervat e Nergjit, kur më dhej nervat se do qaj. T'ja fusin këtu se dhe arruajnë djalit. Edhe kjo këtu për nervat e Shtefan, sepse Shtefani nuk ha të ëmbla, ha të kripura, kurse unë të ëmbla për nervat e mia. Kjo këtu është për nervat e Kianit. Pra kur Kianit jetë me nerva, mund t'i përdorim këtë lodrë. Nuk e di si përdoret kjo lodra, më shkruani në komente, mbaj unë të gjoksin që t'i jap aromën time dhe pastaj ja jap djalit. Kështu si po më kishte shkruar, nuk jam e sigurt. Janë disa trekusa që rrethojnë muajin në të cilin djali do jetë edhe t'i bëjmë këto foto, duke qenë se ajo e di që unë i adhuroj këto gjëra, më kishte bler këtë batanie, pra kur të jetë 1 muaj, do rrethoj njëshin me një nga këto forma dhe djalin do ta shtri këtu, e do me thënë që është 1 muaj, 2 muaj deri në 1 vjeç. Edhe këtu mund të rrethosh për shembull nëse është javë apo muaj. Shumë nice. Pastaj kemi ushqime të ndryshme për djalin kur të filloj të haj bukë, me pull, me dardhë, me mollë, me boronicë, me çdo gjë.
jave këto, shumë ushqime, një palë geta për djalin, kur të rritet dhe pak, se janë 2 deri në 4 muaj, edhe një libër tjetër. Oh, sa bukur. Mirë se erdhe mrekullia e vogël dhe këtu kujtime më të bukura për vitin e parë. Sa bukur, shi si qënë ka. Den ultra shalbilt, no, akoma jetë e barku i mamit. Sa bukur, në këtë datë mora vesh ishi 7 zanë. Kjo është data jote që do lindësh. Kështu duka unë në 7 zani, kështu duka unë para lindjes. Po, sa bukur për bebi. Më në fund je këtu, sa e kishe kokën, si e ke emrin, datë lindja dhe pesha, si e ke ngjyrën e flokëve, të syve, dhe cila shonjë horoskopi dhe fotoja e parë jote, sa bukur. Ti bëjmë dhurat djalit të matën dhe kur të rritet, të bëhet 18 vjeç, për shembull t'ja japim këtë. Një tjerë i sjede ta ka e festatuar nga specion. Këtu për shembull një moment shumë i rëndësishëm, për shembull sot që mami e ka marrë djalin te kanguri edhe po flen në divan, është një moment shumë i rëndësishëm për mua të shikoj mamin tim e bebin tim që përqafohen bashkë edhe të vendos këtu. Shumë e bukur. Atëherë, kjo është e videoja, kemi shumë gjëra, kemi dalë, kemi po dëgjojmë gjitha gjërat bashkë, kështu që mendoj që po e mbyll këtu se ndryshe do bëhet shumë e gjatë dhe mbase nëse do bëj kekat për punën e Shtefanit, recetën do t'ja u tregoj tek videoja tjetër. Kështu, ciao. Shihemi te video tjetër.